Murati fillimisht tha se ka punuar si shofer që nga fillimi, e më pas kur u ballafaqua me informacionet e faktuara se si është punësuar, tash ndryshon deklaratën duke thënë se punën e ka filluar si punëtor fizik për disa muaj, e më pas thotë të ketë kaluar si shofer. E këtu ju keni hi me kontratë si shofer a si punëtor fizik? Unë po më mirë si punëtor fizik, punëtor fizik më sa në shofer, se në cere për lërku, e tash jam shofer. Po pagesën ju e merrni si punëtor fizik a si shofer? Jo tash shofer. Që sa e merr si shofer? Që 2 muaj. Që 2 muaj. A ke marrë ndonjëherë, a ke punu ndonjëherë punëtor fizik? Në Korregjan? Sa ke punu? 5-6 muaj. 5-6 muaj, mandej kanë qitë shofer. Edhe pse Murati thotë të ketë punuar 5-6 muaj si punëtor fizik, Betimi për Drejtësi ka arritur të argumentojë informacionet e pranuara se Murati si shumë të tjerë që ishin pranuar si punëtor fizik, por punonin shofer. Nëse Murati ka punuar për 5 muaj punëtor fizik, atëherë i bie nga 9 prilli deri më 9 shtator 2024, por kjo nuk rezulton sipas faturave të naftës. Bazuar në dokumentet e naftës, të cilat i ka kërkuar Betimi për Drejtësi nga muaji 1 gusht 2024 deri më 1 mars 2025, Murati rezulton në listën e shoferëve që kanë mbushur kamionët me naftë në muajin gusht. Më 1 gusht 2024 në emër të Muratit rezulton një faturë me kamionin 04 197 JH. Pikërisht me këtë kamion, ajo po edhe mesnatën e këtij 13 maji, pra për pastrimin me ujë të rrugëve. Ndërsa në faturat e tjera të dërguara nga Erkoregjoni rezulton edhe më sa 13-21 gusht të vitit të kaluar me kamionin 04 773 DT, e më pas më 22 gusht rezulton një mbushje tjetër me 04 719 FR. Më datë 22 gusht me pokët të targa të kamionit, Murati edhe kishte depunuar mbeturina. Ky dokument i flet peshimit i siguruar nga Betimi për Drejtësi në kompaninë rajonale për menaxhimin e mbeturinave, tregon se Murati në orën 11:13 minuta kishte depunuar mbeturina. Emri i tij figuron edhe tek hapësira ku shkruhet emri i shoferit që deponon mbeturinat. Mirë po, Murati pretendon se shofer kaloi vetëm pas muajit shtator, por për punën e shoferit ai thotë se morin pagën e punëtorit fizik deri para 2 muajsh, kësaj duke e dëmtuar buxhetin e ndërmarrjes, ndërsa tani ai thotë se punon dhe paguhet si shofer, anise me kontratë është punëtor fizik. Po kontratën i bën që e ki punëtor fizik, apo? Po. Pi bën i punëtor fizik me kontratë, por rrogën e merr shoferit. Tash shoferit se duhet që pat tesën, s'pranojnë ata. Çat tesën unë kom dhënë këtë dokumentat. I kom bërë gjitha dokumentat hazër. Është tesën që kom dhënë edhe për tesën unë kanë ndërmuar që jam jashtë, më të vërtet jashtë jam punë. Po ti je jashtë, ti na s'mundesh çashtu me hiq qysh. Bazuar në dosjen e punës të Muratit të përcjellur nga Erkoregjoni, rezulton se kontrata e vetme e tij me ndërmarrjen është për punëtor fizik. Me të ndërmarrja nuk ka nënshkruar asnjë marrëveshje tjetër për të veshur me përgjegjësitë dhe pagesën e shoferit,